Ju e përmendet dy herë Fatos Luboni. Fatos Luboni është reprezent intelektuali që ka mendimin e lirë. Nuk ka lidhje aja qëllën, as ja qëllën gjithmonë, sepse asun nuk ja qëllën gjithmonë, as nuk ka njeri që ja gjithmonë ka eksaktësi matematikore. Por, qëfar bëjmë na? Na japim disa verzione, disa tezat tonat. Të tjerët mund t'japin tjera dhe në këtë dialog të hapun, i cili kur nuk mbyllet, po i cili respekton dignitetin e participusve, zhvillohet mendja e lirë, zhvillohet mendimi i lirë dhe shoqëria përfiton. Pra unë jam i thtar i kësaj mënyre të veprurit. Unë asnjëherë nuk i kam shoh këta, si më thonë, këta islamofobët që s'lan gjapa më thonë, për kur si kam qujtë anti-shqiptar, as mbetjet Vatikanit ose diçka e tillë. Nuk më shkon mendja me i qujtë, sepse krejt çka e di është që jetë padishun. Dhe përpjekja pastaj ime është që përmes lënies hapun të mundësisë të polemikave të dialogut, të vëmë dialog dhe të shohim, si më thonë, aty ku unë mund të kem ndonjë tezë të pasakt. Unë gjithmonë kam kurajnë intelektuale që ta pranoj, ta korrigjoj, edhe ti referohem asaj që është sepse synimi jonë është t'i afrohemi të vërtetës. Ky është postulati kryesor i debatit që zhvillohet. Sepse kjo temë, pikërisht ky konstatim është edhe ka për autor si Luboni, mos përputhje midis promovimit të vlerës së tolerancës shqiptare, sepse vërtet jemi shoqëri multifetare edhe multikrahinore, po themi multietnike në disa segmente të saj, po njëkohësisht faqim një intolerancë të jashtëzakonshme në pranimin e tjetrit, në pranimin e mendimit tjetrit, pastaj një intolerancë që është shfaqur edhe në rastin e një regjimi gati gjysmë shekullor, siç ka qenë komunizmi, paktën është qasja e Lubonjës në këtë aspekt.